Ndërgjegjësimi i popullatës, sidomos grave dhe vajzave, për rëndësinë e kontrolleve për parandalimin e kancerit të gjirit merr një vëmendje të shtuar sidomos gjatë muajit tetor. Shtimi i rasteve të prekura nga kanceri i gjirit jo vetëm tek gratë që kanë kaluar menopauzën, por dhe tek moshat e reja, i ka bërë onkologët që të apelojnë shpesh për të bërë kontrolle periodike tek mjekët specialist, ekogjiri apo mamografi, për ta kapur sëmundjen që në fazat e hershme të saj, sepse vetëm kështu mund të shpëtohet një jetë. Deri në vitin 2000 faktur, vazhdimisht ku kemi folur, kemi thënë që kanceri i gjirit prek moshat nga 45 deri në 65. Është vënë re, mbas vitit 2000 kemi një rritje të numrit të kancereve të gjirit tek moshat e reja. Unë kam raste të moshës 28, këto janë shumë të rralla, megjithatë ekzistojnë. Ka ikur ai koncept që kanceri i gjirit bëhet vetëm në periudhën e menopauzës, por mund të shfaqet në çdo stad të jetës. Rrethi dursit të paktën deri nga viti 2020 deri në 2024, sepse kështu bëhen statistikat, kanë qenë rreth 80-100 raste të reja në vit. Raste të reja po flasim. Kurse në total me kancer gjiri që kanë vite, unë kam me qindra. Autoritetet shëndetësore kanë vendosur që përgjatë muajit tetor të gjitha gratë dhe vajzat mund t'i drejtohen poliklinikës së specialiteteve në Durrës për të kryer vizita me apo pa rekomandim online. Vetëm për muajin tetor, të gjitha gratë janë të disponueshme të vinë edhe pa rekomandim online, siç bëhet në sistemin online nga mjeku i familjes, që referohet tek ne. Në këtë muaj mund të vinë me rekomandim dhe pa rekomandim të paraqiten në punktin e onkologjisë, në poliklinikën e specialiteteve për të marrë vizitën në çdo kohë, nga ora 8 deri në orën 3. Kanceri i gjirit është një sëmundje që në pjesën ndërmuese të rasteve të diagnostikuara prek gratë, por dhe burrat nuk janë imun. Fatkeqësisht burrat më vinë vetëm në rastet kur ka ndodhur kanceri i gjirit dhe është instaluar, sepse vetë psikologjia, vetë tabuja e tyre nuk e pranojnë dot ç'ne unë thot me kancer gjiri, do me thënë e quajnë patologjinë e gjirit që duhet jetë vetëm e gruas. Në fakt, fatkeqësisht, edhe prognoza e sëmundjes kur kapet tek burrat është shumë e keqe. Unë shumica e rasteve që më vijnë nga burrat janë kur bëjnë ginekomasti, që do të thotë zmadhim i gjendrave të gjirit tek burrat. Kanceri i gjirit është një sëmundje që nuk shfaq simptoma të dukshme, por kujdesi i shtuar i grave për ndryshimet që pësojnë gjitët e tyre është hapi i parë për parandalimin e saj. Onkologja Zoto rekomandon një kontroll vetjak në ambientet e shtëpisë. E rëndësishme është të bëhet vetë ekzaminimi i gjirit në çdo muaj 3 deri në 4 ditë mbasi gruaja ka kaluar menstruacionet, pra ciklin menstrual. Të dali para pasqyrës, me njërën dorë, me majat e mollzave të gishtave nga sipër poshtë gjithë gjirin. Po pastaj me dorën tjetër. Supozojmë se nuk preku asnjë gjë, nuk pa asnjë gjë, ose supozojmë që i duket grua sikur ka parë një ndryshim nga njëri gjitë tjetri, në çdo kohë duhet vi të paraqitet tek mjeku familjes dhe tek mjeku specialist. Bazuar në të dhënat e Agjencisë Ndërkombëtare mbi kërkimet mbi kancerin në botë, kanceri i gjirit ka incidencën më të lartë ndër llojet e kancereve që prekin gratë në planetin tonë.